Në 10 vitet e ardhshme, qeveritë e Maqedonisë së Veriut do të mund të tërheqin 6 miliardë eurot nga marrëveshja qeveri-qeveri me Britaninë e Madhe. Kjo do të thotë se edhe në vitin 2035, nëse ekziston projekt, do të mund të tërhiqen pjesë nga 6 miliardë eurot që nuk janë shfrytzuar. Ky afat mund të zgjatet. Aktualisht ka paralajmërime për disa projekte në vlerë prej 2.2 miliardë euro, dhe ato janë Hekurudha e Shpejt Gjergjelita Banoc dhe Spitali në Shtip, Kërçov dhe Tetov. Marrëveshja për Hekurudhën pritet të nënshkruhet këtë verë, por kjo nuk do të thotë që prej asaj kohe do të fillojnë të vijojnë afatet e kredisë. Ja çfarë parashihet me marrëveshjen që të martën do të shqyrtohet nga deputetët në kuvent. Që të merret projekti, kompanitë do të marrin pjesë në tender që do duhet të jenë serioze dhe financiarisht të fuqishme. Ato nuk do të mund të marrin avans për të nisur ndërtimet, por parat do t'i marrin pas përfundimit të fazave të ndërtimit. Fillimisht ndërtojnë, pastaj paguhen, që do të thotë se vetë do të financojnë në fillim e më pas do t'i marrin parat. Në thelb, qeveria dëshiron që të arrihet tërheqja sa më e vonshme e këstit të parë, në mënyrë që të mos fillojë të vijojë afati i pagesës. Qëllimi është që huamarrja të mos rëndojë borxhin publik, pra investimet paraprakisht të rrisin brutoprodhimin vendor e pastaj të merret huaja. Me këtë, rritja e BPV-s do të duhet të ndjekë rritjen e borxhit, duke sjellë rritje minimale të borxhit publik. Qëllimi është gjithashtu të mos përsëritet rasti Bechtel dhe Enka, kur vetëm përgatitjet për projektin kushtuan 260 milion euro, që u transferuan nga buxheti tek konsorciumi. Çdo projekt do të ketë periudhë grejs 5 vjeçare, e cila fillon të rrjedh pasi që të tërhiqet kësti i parë. Gjatë kësaj periudhe, sipas informacioneve të televizionit 21, nuk do të llogaritet norma e interesit për kredin. Ajo do të fillojë të llogaritet pas përfundimit të periudhës grejs. Norma e interesit do të përcaktohet sipas parimit të Euriborit, 6 mujor plus për një përqindje shtesë të caktuar. Kjo do të thotë se këstet e kredis do të paguen çdo 6 muaj. Elementi ndryshueshëm në normën e interesit është Euribori. Sipas informacioneve, nëse kredit janë me afat më të shkurtër, norma e interesit do të jetë më e ulët, ndërsa nëse janë me afat më të gjatë, do të jetë më e lartë. Qëllimi është që të ketë periudhë më të shkurtër të kreditimit për të pasur qarkullim më të madh të mjeteve dhe më shumë likuiditet.